Falë tyre jam këtu. Gëzoj këtë respekt nga gjithë njerëzit. Ndihem shumë i vlerësuar edhe mendoj është falë tyre. Mbaj mend gjyshin kam qenë i vogël, i rria pas, edhe ku do që shkonte gëzonte respekt, e donin shumë njerëzit. Ishte në çdo gëzim, në çdo gëzim, në çdo dasëm, çdo festë që bëhesh, ai do ishte i pari. Edhe sot unë dal dhe jashtë, po thuaj se çdo fundjavë jam jashtë në për koncerte, edhe vinë aty më pyesin për gjyshin Ron, më pyesin për babin, gëzojnë shumë respekt dhe sot, e kësaj dite. Për muzikë qatë flas, jam rritur me muzikë. Si e ke mësuar klarinetën? Po nuk e mbaj mend se unë e kam pas klarinetën, e kam pas në shtëpi. Tek ne vetëm për muzikë flisë. Unë nga ky zanat, nga instrumenti jam shumë i kënaqur. Pengu më i madh që kam ishte që të luaja një herë me gjyshin, në një gëzim familjar, në një festë, që të isha me gjyshin bashkë. Do të shikon? Do isha shumë i kënaqur, ëndra më e madhe ajo do ishte për mua. Që e kam të